E ne vazhdojmë me krejt diçka tjetër. Shpesher kemi pas store për revistat dhe gazetat e ndryshme në vendin ton. Ato dita ditës poshtohen, disa po kanë sukses e disa po mbyllen shumë shpejt. E ballinat e revistave shumë shpesh pushtohen nga fotografi super seksi të fytyrave tona publike. Mirë po shtrohet pyetja, numri kopjeve të gjitha këtyra revistave, a është në rritje? Sa është e rëndësishme një fytyrë publike për revistën? Cilat janë përfitimet që i sjellin bashkëpunimet ndërmjet magazinës dhe artistëve? Për të gjitha këto ndjekim storin e radhës. Nuk shohim shumë revista, ose në çdo market që hym, më shumë ka revista jo vendore se vendore. Ku është arsyeja? Çfarë po i shtyn qytetarët tonë të veprojnë kështu? Mos vallë jo kreativiteti, apo ndoshta argjimi i fytyrave eminente që janë prezent si në televizor, ashtu edhe në revista. Ballina e revistës është kryesore që një revistë të ketë ose të mos ketë shitje. Jo vetëm në vendin tonë, por edhe më gjerë, kjo ndodh sepse revistat nganjëherë blihen vetëm se promocioni i tyre ka arritur kulmin me numrin e arshëm duke treguar se është në ballinë një fytyrë me ndikim në vend. Edhe pse thellësia, trajtimi dhe përbërja e revistës mund të jenë më interesante në brendësi se intervista ekskluzive e revistës. Lexuesi i Medikës kanë 50-50 kur e blejnë, po mendojnë e blejnë për kushdo që është në ballinë e blejnë Medikën. Për arsyet që kanë çamë lexu. S'mund tash në këtë aspekt me në lexu fytyrën, po kuptohet në shikim të parë, në rast të parë shikohet kush është në ballinë. Kjo ndodh gjithkohë, në çdo magazin. Fytyrat publike luajnë rol të rëndësishëm, por njëkohësisht edhe revista luan rol në aprovimin dhe reklamimin e atyre fytyrave që dalin në ballinat e tyre. Një ballinë reviste është forma më e plot grafike. Ajo ka një ide projektimi, tipografi dhe art në shprehje. Ballina i jep frymëzim më shumë revistës, më shumë se çdo artikull tjetër. Këto tipare frymëzojnë të aspirojnë. Mbledhemi ekipi kreativ i magazinës Medika që është kryeredaktori, fotografi Artoni Umolli, redaktori Kazmen Kajtazi, Selma e studio Selmës edhe Kaci, edhe marrim një mbledhje e diskutojmë për shembull për dy numrat e ardhshëm. Faktikisht shkojmë me dy numrat e ardhshëm, kon po dojmë para pas, kon po dojmë pas në ballinë. Përkundër faktit që kemi të bëjmë me një rreth të ngushtë të lexuesve të revistave. Ka prej tyre që ndoshta e kanë rutinë familjare që prej kohëve që ta blejnë revistën sa herë që ajo është në shitje. Kosovarë ne kemi faktikisht i kemi fancat apo të them ata lexues tonë përhershëm, cilët na blejnë çdo herë dhe pavarësisht se kush del, ata e blejnë edhe më shumë ju intereson se janë mësuesh me kosovarën, edhe kosovarja bën një farë pjesë e familjes të çdo familje dhe ata e blejnë për shkak se janë mësuar me ta, jo për shkak se është një fytyrë apo kushdo qoftë në ballinë. Sa është e rëndësishme një fytyrë publike për revistën? Cilat janë përfitimet që i sjellin bashkëpunimet ndërmjet magazinës dhe artistëve? Të dyat e kanë primatin e caktuar, por si përfundim, revista shitet e artisti vetëm promovohet më shumë. Fatkeqësisht dhe fatmirësisht, në Kosovë ende nuk funksionon në atë aspekt. Ai nuk funksionon në qatë mënyrë që me u pagu fytyra publike. Këta për thonë fatkeqësisht për ata dhe fatmirësisht për neve, se unë përdu me shfrytëzu rastin dhe mi falenderu gjitha fytyrat që kanë qenë, gjithë artistët, këngëtarët, personalitetet që kanë qenë në Medika, fatmirësisht ajo ndihmes për neve. Po ashtu është edhe një promovim për ta. E gjithë kjo punë e lodhshme që bëhet përzgjedhet nga njerëz adekuat. Vendi ynë është një vend i vogël që të sjell përfitime fytyra eminente në ballinë. Nuk kemi në revistat e Kosovës apo ato shqiptare, kudo që dalin, nuk janë revista të atij nivelit botnor kur në një ballinë del një Rihan apo një Madonna apo një Beyoncé, tirazhi i revistës rritet për 2 fish apo 3 fish, ndërsa te ne mundet më kanë vetëm një dallim shumë i vogël me disa personazh aty këtu që mund me rrit në nivel shumë pak tirazhin.
Revistat duhet të marrin primatin e caktuar. Është koha që gjithçka të bie në vendin e vet, dhe kjo periudhë kohore nuk duhet të zgjatet. Aktuale apo jo, Ballina bëhet të jetë përfaqësuesja kryesore e një reviste.